kam ftuar këtë konferencë për t'ju informuar juve dhe qytetarët e Republikës së Kosovës lidhur me dy vendime të rëndësishme që kemi marrë ndaj Serbisë, të cilat kanë për qëllim mbrojtjen e bizneseve vendore nga praktikat e padrejta tregtare. Të dyja këto vendime janë të bazuara në analiza statistikore dhe janë në përputhje të plot me legjislacionin në fuqi. Me datën 4 qershor 2026, pra ditën e djeshme, ka marrë vendim për fillimin e hetimit zyrtar lidhur me importin e farës së grurit me origjinë nga Serbia. Ky vendim është rezultat i një ankese të paraqitur nga kompani prodhuese vendore të farës së grurit, të cilat kanë ngritur dyshime se fara e grurit e importuar nga Serbia po shitet me çmime dumping, duke dëmtuar prodhimin vendor. Për këtë arsye, në përputhje me legjislacionin në fuqi, është vendosur inicimi i hetimit zyrtar për të vlerësuar ekzistencën e praktikave të dumpingut dhe ndikimin e tyre në industrinë vendore. Kjo kërkesë bazohet në nenin 27 të ligjit për masat anti-dumping dhe masat kundërbalancuese. Ajo është analizuar me shumë kujdes nga Departamenti i Tregtisë, duke ndjekur hapat e verifikimit paraprak të kërkesës, ashtu siç kërkohet me këtë ligj. Andaj në përputhje me nenin 28 të këtij ligji, pas shqyrtimit të kërkesës nga Departamenti i Tregtisë dhe konsultimit me Komisionin për vlerësimin e detyrimeve të veçanta në importe, gjetjet e analizës preliminare tregojnë se ekzistojnë indikacione se importi i këtij produkti nga Serbia përmes shitjes me çmime dumping dhe në sasi të konsiderueshme, si dhe me cilësi të dyshuar, po shkakton dëme materiale ndaj industrisë vendore të prodhimit të farës së grurit në Kosovë. Analiza preliminare bazohet në zhvillimet e sektorit të prodhimit të farës së grurit në Kosovë, duke u mbështetur në të dhënat e siguruara gjatë hulumtimit të prodhuesit vendor, pikat e shitjes me pakicë, të dhënat nga importi nga dogana e Kosovës, të dhënat mbi kapacitetet prodhuese dhe nevojat e tregut të sigurara nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe çmimet e shitjes në tregun e Serbisë. Nëse gjatë fazës së hetimit vërtetohen dyshimet për aplikimin e çmimeve dumping dhe dëmi shkaktuar ndaj industrisë vendore, në përputhje me nenin 39 të ligjit për masat anti-dumping dhe masat kundërbalancuese, si ministre do të marrë vendim për vendosjen e detyrimeve të përkohshme anti-dumping për mbrojtjen e prodhimit vendor. Sipas dispozitave ligjore, këto masa mund të vendosen jo më herët se 60 ditë dhe jo më vonë se 9 muaj nga data e fillimit të hetimit. Ndërsa, më lejoni gjithashtu të ju njoftoj për vendimin e dytë, që ka marrë sot për të përcjellë në qeveri, i cili ka të bëjë me vendosjen e kuotës sasiore ndaj Serbisë për importin e aluminit dhe artikujve prej alumini, me qëllim mbrojtjen e prodhimit vendor dhe sigurimin e kushteve të barabarta të konkurencës në tregun e Republikës së Kosovës. Para se t'ju njoftoj për pikat e propozuara të vendimit, po paraqes para jush shkurtimisht kronologjinë e ngjarjeve dhe rrethanat që kanë quar deri te ky vendim. Prej janarit të këtij viti, Departamenti i Tregtisë është njoftuar nga prodhuesit vendor, nga sektori i çimentos, metalit dhe çelikut, për pengesa dhe kufizime të paraqitura gjatë eksportit të produkteve të tyre në tregun e Serbisë. Këto shqetësime vijnë pas vendosjes së masave kufizuese sasiore nga autoritetet e Serbisë përmes një rregulloreje që parasheh aplikimin e kuotave për produkte të caktuara të çelikut dhe materialeve ndërtimore. Kjo rregullore, e cila fillimisht ishte planifikuar të mbetej në fuqi nga janari deri në fund të qershorit 2026, jemi njoftuar përmes bizneseve se e njëjta është zgjatur, duke përfshirë vazhdimin e afatit të zbatimit deri në dhjetor të këtij viti, si dhe duke rritur edhe gamën e produkteve dhe të sektorëve. Kjo mas ndikon drejt për drejt në eksportet e Kosovës në kuadër të kapitullit 73, artikujt prej gize dhe çeliku, sektor në të cilin Kosova ka bilanc pozitiv tregtar me Serbinë. Do të thotë në këta sektor dhe me këta artikuj ne më shumë i shesim Serbisë se sa që importojmë nga Serbia. Në përgjithësi, si rezultati këtyre bajadhjerave të pajustifikuara, Republika e Kosovës vazhdon të përballet me një disbalancë të konsiderueshëm tregtar në raport me Serbinë, në vlerë të përgjithshme,
vlera importeve nga Serbia ishte 234 milion euro, ndërsa eksportet drejt Serbisë janë 61.5 milion euro. Ndërsa sa i përket vetëm këtij kapitullit 73, për të cilat Serbia ka vendosur kuotë, Kosova ka bilanc tregtar pozitiv. Konkretisht, eksportet gjatë vitit 2025 arrin vlerën prej 14.556 euro, apo 20.567 ton, ndërsa importet arrin vlerën 5.378 euro, apo 2.580 ton. Do të thotë bilanci pozitiv tregtar në sektorët në të cilët Serbia ka vendosur masë kufizuese për produktet kosovare është tremeni. 3 herë më shumë i shesim ne Serbisë në këto produkte se sa që importojmë nga Serbia. Sektori metalit përfshin qeliku në Kosovë dhe ka rëndësi strategjike për industrinë e ndërtimit, si dhe është njëri nga sektorët prioritar në kuadër të strategjisë për zhvillim industrial dhe mbështetje të biznesit 2030. Prandaj, edhe e kemi trajtuar me kujdes, megjithatë, paramarrjes së këtij vendimi. Këto janë hapat që kemi ndërmarrë. Departamenti i Tregtisë si pikë kontaktuese e Kosovës për CEFTA-n ka adresuar rastin pranë pikës kontaktuese të Serbisë dhe pranë sekretariatit të CEFTA-s, ku kanë kërkuar që të hiqen masat e pajustifikuara, përveç nëse ofrohen sqarime të mëtejme lidhur me përputhshmërinë rregullore së Serbisë për marrëveshjen e CEFTA-s 2006. Në të kundërtën, ka njoftuar se ministria jonë do të përgjigjet me masa reciproke. Po ashtu gjatë kësaj periudhe, rasti është adresuar edhe në bazën e të dhënave për bariera tregtare në kuadër të CEFTA-s. Mirëpo, lidhur me këtë çështje nuk është ofruar asnjë përgjigje nga pala serbe. Për më tepër, edhe në takimin e fundit të pikave kontaktuese të CEFTA-s, të mbajtur me 5 maj 2026 në Tiranë, përfaqësuesit e Kosovës kanë riadresuar këtë rast, por pa ndonjë rezultat konkret apo gatishmëri për të gjetur zgjidhje. Dhe krejt në fund, nga takimi i javës së shkuar, takimi ndërministror i CEFTA-s në të cilin isha pjesëmarrëse, prap kam ngritur këtë çështje dhe deri më tani asnjë përgjigje konkrete qoftë nga sekretariati i CEFTA-s apo pala e Serbisë. Duke marrë parasysh gjithë këtë kronologji, gjithë këtë përpjekje për të gjetur zgjidhje dhe hequr këtë barierë, dhe duke u bazuar në ligjin numër 08L021 për tregtinë e jashtme, nenin 4 të ligjit, numër 06L020 për masat mbrojtëse në importe, si dhe në analizat dhe rekomandimet e departamentit, vendoset kuota sasiore ndaj Serbisë për importin e produkteve të klasifikuara në kapitullin 76, alumini dhe artikujt prej tij. Kjo masë synon mbrojtjen e prodhimit vendor, rivendosjen e kushteve të drejta të konkurrencës dhe garantimin e trajtimit reciprok në marrëdhënie tregtare ndërmjet dy vendeve. Vendimi do dërgohet në qeveri, parasheh pikat si në vijim. Vendoset kuota sasiore ndaj Serbisë për importin e aluminit, artikujve prej aluminit, me qëllim mbrojtjen e prodhimit vendor dhe sigurimin e kushteve të barabarta të konkurrencës në Republikën e Kosovës. Nën 2, masa e kuotës zbatohet për produktet e importit me origjinë nga Serbia, të klasifikuara në kapitullin 76, alumin dhe artikujt prej tij, sipas nomenklaturës së mallrave në Republikën e Kosovës. Nën 3, kuota e importit caktohet në nivelin prej 30% të vëllimit total të importeve të produkteve të klasifikuara në kapitullin 76, alumin dhe artikuj prej tij, me origjinë nga Serbia, të realizuara gjatë vitit 2025. Për periudhën nga hyrja në fuqi e këtij vendimi deri me 31 dhjetor 2026, sasia maksimale e lejuar për importe në kuadër të kuotës është 637.26 ton. Importet që tejkalojnë këtë kuotë do t'i nënshtrohen tarifes doganore prej 50%. Obligohet dogana e Kosovës për zbatimin e këtij vendimi. Pra, Serbia ka vendosur kuotë ndaj Kosovës për kapitullin 73, artikujt për Gize dhe Qeliku, kapitulli 73, aty ku Kosova ka bilanc pozitiv tregtar. Ndërsa Kosova po aplikon kuotë ndaj Serbisë për kapitullin 76, alumin dhe artikuj prej tij, sepse këtu kemi bilanc negativ tregtar. Vlen të theksohet se që të dy këta kapituj bëjnë pjesë të sektori metaleve sipas produkteve të metaleve. Në fund, milioni të theksoj se gjatë vitit 2025, importi i produkteve të klasifikuara në kapitullin 76 me origjinë nga Serbia ka rritur vlerën prej 17 milion euro, apo 2.000 ton. Në të njëjtën periudhë, eksportet e Kosovës drejt Serbisë këtë kategori kanë arritur vlerën prej 2.720.000 euro, apo 594 ton. Kjo ishte nga ana ime, po, për pyetje. Mars të këtij viti është mbledhur drejtori i akreditimeve në moment, Irfan Govica, njeri me akuzë për skandalin të rezervave petrole.
A ka pyetje lidhur me temën për të cilën e kam ftu këtë konferencë? Po. Që vi nga Serbia, po ashtu çka aty ndonjë plan si ministri sa i përket rritjes së eksporteve në vend e Bashkimit Evropian po ashtu. Po, faleminderit. Aktualisht jemi me këto dyja, do të thotë e para ka të bëjë me farën e grurit dhe masën, vlerësimin për masën antidumping, e dyta me industrinë që e përmenda. Më lejoni gjithashtu të theksoj se industria në përgjithësi e materialit ndërtimor, e gizës dhe qelikut është industri me potencialin më të madh të rritjes. Do të thotë ne nga sektori i industrisë, edhe pse importet i kemi më të ulta se eksportet i kemi më të ulta se importet, prap potenciali madh shihet në këtë sektor. Prandaj kufizimi që i është bërë është drejt për drejt e atakon potencialin eksportues të Kosovës, ndërsa sa i përket produkteve tjera nuk kemi pas informacione të tregtimit apo masave të cilat dëmtojnë prodhimin vendor, por ne si ministri, siç e dini, jemi në dinamikën e përshpejtuar të investimit në zonat industriale, përfshi zonën industriale të Gjelbërt, deri më tani janë 14 zona të konfirmuara, ndërsa në qeveri kemi adresuar kërkesën edhe për 2 shtesë. Planifikojmë zonën industriale edhe në 4 komunat në veri të vendit, gjithsesi kthimin e një pjese të pronës atje në pronësi të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, për të themeluar një park industrial në veri të vendit, dhe gjithashtu qeverisë i është proceduar edhe kërkesa për bartjen e pronës për komunën e Shtimes, për shkak se është vlerësuar nga kuvendi komunal atje një hapësirë për investime të diasporës. Të gjitha këto po bëhen për të ndërtuar dhe ngritur infrastrukturën industriale, për të ofruar ndihmë të drejtë për drejtë bizneseve me kapacitet prodhues dhe bizneseve jo vetëm vendore, atyre të diasporës dhe bizneseve të huaja. Paralel me këtë janë edhe masat të cilat kanë të bëjnë me aftësimin profesional të rinjeve dhe natyrisht forcën e punës së kualifikuar, e cila vlerësohet se ka nevojë për industrinë, veçanti për industrinë e përpunimit, e gjithashtu edhe skemat e granteve drejt për drejtë që ndihmojnë bizneset prodhuese për të pajisur me makineri për industrinë prodhuese dhe përpunuese. Tash së fundmi, ditë më parë është prezantuar edhe raporti, i cili është mbështetur nga Dukati i Madh i Luksemburgut në përparësitë konkurruese të vendit tonë për shfrytëzimin e burimeve natyrore, e gjithashtu edhe industrisë përpunuese. Dhe janë saktësisht të prezantuara sektorët industrial, potenciali ekonomik i vendit, por edhe sfidat me cilat ballafaqohen bizneset. Dhe ajo është një udhërrëfyes i shkëlqyeshëm për orientimin e politikave tona drejt inkurajimit të prodhimit në vendin tonë. Paralel me kapacitetet industriale, parashihet edhe investimi në kapacitetet e energjisë së ripërtrishme për të gjitha këto parqe, për shkak se kuptojmë se rritja e sasisë së konsumit të energjisë elektrike në raport me industritë përpunuese duhet të përkoj apo të rreshtohet bashkë edhe me rritjen e kapaciteteve energjetike. Po. Zëre Kusare Lila, ato punti prej kallzo.com, për ta sqaruar edhe një herë mosën antidumping për farën e grurit. Po aktualisht është duke u bërë një hetim dhe pastaj do të vlerësohet për mosën e cila do të vendoset. Po, faleminderit, ne kemi marrur informacione për të filluar zyrtarisht hetimi, duhet vlerësuar se ka bazë të mjaftueshme të shkeljeve potencialisht në politika tregtare për të nënshkruar vendimin për fillimin e hetimeve. Ky vendim tashmë është nënshkruar, është vërejtur se çmimi me të cilin shitet fara e grurit prej Serbisë në Republikën e Kosovës është i njëjtë me atë që shitet në Serbi apo nganjëherë edhe më i ulët, që nënkupton drejt për drejt se nuk po përfshihet kostoja e transportit dhe kostoja tjetër që lidhet me eksportin e farës së grurit, edhe disa vlerësime tjera të cilat komisioni në kuadër të ministrisë i ka bërë dhe tashmë me rekomandimin e tyre unë kam nënshkruar vendimin për fillimin e hetimeve. Në rast se krejt do të shkojnë mbar brenda një periudhe të shkurtë kohore, ne edhe zyrtarisht vendosim masat tona në raport me antidumpingun që po vlerësohet nga ana e Serbisë. Gjithashtu pjesë e kësaj është edhe Ministria e Bujqësisë, se kemi të bëjmë edhe me cilësinë e farës së grurit të importuar, e gjithashtu edhe potencialin vendor për të mbuluar kapacitetin apo kërkesën vendore për farën e grurit. Ju falenderit shumë për prezantimin. Ju falenderit shumë.
Aktualisht jemi me këto dyja, do të thotë e para ka të bëjë me farën e grurit dhe masën, vlerësimin për masën antidumping, e dyta me industrinë që e përmenda. Më lejoni gjithashtu të theksoj se industria në përgjithësi e materialit ndërtimor, e gizës dhe qelikut është industri me potencialin më të madh të rritjes. Do të thotë ne nga sektori i industrisë, edhe pse importet i kemi më të ulta se eksportet i kemi më të ulta se importet, prap potenciali madh shihet në këtë sektor. Prandaj kufizimi që i është bërë është drejt për drejt e atakon potencialin eksportues të Kosovës, ndërsa sa i përket produkteve tjera nuk kemi pas informacione të tregtimit apo masave të cilat dëmtojnë prodhimin vendor, por ne si ministri, siç e dini, jemi në dinamikën e përshpejtuar të investimit në zonat industriale, përfshi zonën industriale të Gjelbërt. Deri më tani janë 14 zona të konfirmuara, ndërsa në qeveri kemi adresuar kërkesën edhe për 2 shtesë. Planifikojmë zonën industriale edhe në 4 komunat në veri të vendit, gjithsesi kthimin e një pjese të pronës atje në pronësi të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, për të themeluar një park industrial në veri të vendit, dhe gjithashtu qeverisi është proceduar edhe kërkesa për bartjen e pronës për komunën e Shtimes, për shkak se është vlerësuar nga kuvendi komunal atje një hapësirë për investime të diasporës. Të gjitha këto po bëhen për të ndërtuar dhe ngritur infrastrukturën industriale, për të ofruar ndihmë të drejt për drejt bizneseve me kapacitet prodhues dhe bizneseve jo vetëm vendore, atyre të diasporës dhe bizneseve të huaja. Paralel me këtë janë edhe masat të cilat kanë të bëjnë me aftësimin profesional të të rinjeve dhe natyrisht forcën e punës së kualifikuar, e cila vlerësohet se ka nevojë për industrinë, në veçanti për industrinë e përpunimit, e gjithashtu edhe skemat e granteve drejt për drejt që ndihmojnë bizneset prodhuese për të pajisur me makineri për industrinë prodhuese dhe përpunuese. Tash së fundmi, ditë më parë, është prezantuar edhe raporti, i cili është mbështetur nga Dukati i Madh i Luksemburgut në përparësitë konkurruese të vendit tonë për shfrytëzimin e burimeve natyrore, e gjithashtu edhe industrisë përpunuese. Dhe janë saktësisht të prezantuara sektorët industrial, potenciali ekonomik i vendit, por edhe sfidat me cilat ballafaqohen bizneset. Dhe ajo është një udhërrëfyes i shkëlqyeshëm për orientimin e politikave tona drejt inkurajimit të prodhimit në vendin tonë. Paralel me kapacitetet industriale, parashihet edhe investimi në kapacitetet e energjisë së ripërtrishme për të gjitha këto parqe, për shkak se kuptojmë se rritja e sasisë së konsumit të energjisë elektrike në raport me industritë përpunuese duhet të përkoj apo të rreshtohet bashkë edhe me rritjen e kapaciteteve energjetike. Ne kemi marrur informacione për të filluar zyrtarisht hetimi, duhet vlerësuar se ka bazë të mjaftueshme të shkeljeve potencialisht në politika tregtare për të nënshkruar vendimin për fillimin e hetimeve. Ky vendim tashmë është nënshkruar, është vërejtur se çmimi me të cilin shitet fara e grurit prej Serbisë në Republikën e Kosovës është i njëjtë me atë që shitet në Serbi apo nganjëherë edhe më i ulët, që nënkupton drejt për drejt se nuk po përfshihet kostoja e transportit dhe kostoja tjetër që lidhet me eksportin e farës së grurit, edhe disa vlerësime tjera të cilat komisioni në kuadër të ministrisë i ka bërë dhe tashmë me rekomandimin e tyre unë kam nënshkruar vendimin për fillimin e hetimeve. Në rast se krejt do të shkojnë mbarë brenda një periudhe të shkurt kohore, ne edhe zyrtarisht vendosim masat tona në raport me antidumpingun që po vlerësohet nga ana e Serbisë. Gjithashtu pjesë e kësaj është edhe Ministria e Bujqësisë, se kemi të bëjmë edhe me cilësinë e farës së grurit të importuar, e gjithashtu edhe potencialin vendor për të mbuluar kapacitetin apo kërkesën vendore për farën e grurit. Një faleminderit shumë.